Top Albania Radio, she's on air. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit me Armelën si të ftuar. Tani Armela ne do bëjmë një lojë dhe nga ty nuk duam diplomaci, po duam sinqeritet. Po bona kam mbaruar dhe shkollën për mbardhje ndërkombëtare, imagjino tani. Ke të tërë personin e gabuar, kam gjak. Më jep një emër, kush është personi më falso, më fake në Big Brother VIP? Brikena. O pa i më strategu, po themi. Më skema gjiu është Miri. Babi Miri. Kush luan loj edhe kur flet gjumë? Miri. Tash pra skema gjiu. Po kush është ndryshe para kamerave dhe kush është ndryshe mbas kamerave? Po është ajo që thatë fake. Okej. Është pak a shumë e njëjta. Mendova mos pyetje. jepim ndonjë emër tjetër, mos kishe shumë prandaj. Mund të them për shembull se kush më ka bërë përshtypje, para se të futesha në shtëpi, Selin më dukej shumë antipatike. Ndërkohë kur kam qenë aty më ka pritur shumë mirë, edhe thoya si ka mundësi kjo del antipatike kur në fakt është më vërtet shumë vajzë e mirë. Thjesht mimika dhe vrazhdësia e bëjnë të duket antipatike. Kështu që po, Përveç pjesës që e shpjegova me Lorena, ka qenë ndonjë banor tjetër që të ka zhënyer që e ke besu? nuk është se pres shumë nga banorët e Bigut aty, se jemi gjithë në lojë, edhe aty e përdor edhe një kër flokësh për lojë, jo më njëri tjetrin. Nuk mund të them që më ka zgënjur dikush Me specifikisht. cilin banor ke ndjer më shumë tension aty? Tension. Me ki? Pa ata, jo mojt. Qa natyre tensionit. Jo, Kështu fare. jam. Nuk është se kam ndjer në tension, mos kanë ndjer ata tension nga unë, prandaj shmangeshin. Kush ka flirtuar me ty, po kamera nuk e ka kapur? Nuk e di. Po që ke kapur? Të them një emër t'ja fus kot, do me thënë se se di, po që për flirtuar ka flirtuar Kesi dhe kjo ka qenë e dukshme, nuk është se ka kapur kamerën. Po tani pas situatës që ka ndodhur brenda në shtëpi do kishte, domethënë ndonjë shans që ti të krijoje diçka me Kesin? Jo, po nuk ishte shans përpara. Shiko, po ta keni parë, Kesi thonte do kemi një date. Unë tha ç'a date po thua, mos përdor kështu termash. Kështu që jo. Jo, nga ty është një jo e madhe. Po sidomos tani, nëse nuk ishte përpara, tani një herë nuk diskutohet fare për Po jo. kush mendon që duhet të dilte më para se ty? Kishte sa të duash. Po një emër. Thjesht qelloj një nominim shumë i Me që keq. Juelën e ke shoqë, mendon se duhet të dilte Juela më para se ti? Ta po jep më shumë Juela se sa ti? Shiko, pasi kam dalë unë, nuk është se kam ndjekur shumë, me thënë të drejtën. Vetëm shikoj më shumë metët e Prime-it dhe në një video TikTok që më del në për Reels. Por që po, edhe mund të dilte për para me. Unë mendoj që shumë veta duhet dilnin për para me, pse duhet t'rregojmë babaxhanit Mirë, tani tani pikot. na thuaj pak mashkullin më seksi aty brenda në Bing. Shiko, Nëse ka është shumë për keq, syrin është tënd. shumë keq për meshkuj këtë vit. Ishte shumë keq. Po. Kush pëlqeu Kristi ty? është super. Jo, thjesht si pamje, si kallëp për shembull. O zemra më ke parë mua. Kristi po. Po, me kë do pije kafe si përfundim po të dilje? Me kë do pije dhe me kë nuk do pije. Shko, mund të pi kafe me të gjithë, nuk është, unë jam shumë sociale si njëri, nëse e kuptuat. Jam shumë e dashur, mund të pi kafe me të gjithë, nuk është se mbesdis ndokush. Pastaj do zgjidhja se me kë mund të qëndroja, me kë mund ta kisha në rrethin tim. Po përfiton më shumë nga loja, nga dashuria në lojë, domethënë. Nga dashuria në Që po lojë. përdor dashurinë për të ecur në dashurinë. lojë. Po, Stelina, Ina dhe Kesi për këto të dyja e para. Miri dhe Selina kanë nuhatur pak situatën dhe ndryshe nga çfarë është thënë Prime, nuk besoj që Miri është bërë xhelos për situatën Selin Mateo. Mendoj që Miri është friksuar se mos i ikën një aleate dhe do duhet që të bëj prap një skem të re për mos ton plan të ri. Po ai praktikisht e tha pak këtë pjesën, ë? Se tha që unë bëhem xheloze sepse më ikën aleatja. Nuk është xhelos, është i friksuar. Besoj që është i friksuar. Nuk është xhelos, është i friksuar. Mateo, Brikena, çfarë mendon? Shiko, Mateo përfitoi në fillim nga kjo situata që e ka qef, besoj se duket me shikime tani, se nuk kemi qorr, gjithë shohin me të një. Por dhe këta përfitojnë pak, po nuk besoj se do i duhet patjetër kjo historia, do i duhet deri me far pike, pastaj duhet të ndryshojnë pak strategji loje. Si gjykon? Po Brikena në fillim tha disa mesazhe.
Pastaj dolën disa muaj mesazhe, pastaj dolën takime, pastaj dolën puthje, pastaj faktin doli që ai foli pak më daja babi. Po se u pyet Arriti deri në detaje, ka pasur goxha persona dhe Big ne këtu Brotheri që e është një gjykuan format për që këtë. kërkon shumë transparencë me publikun dhe në momentin që ti nuk tregohesh transparent, ti digjesh si personazh aty brenda. Do nuk do duhet që tregosh anën tënde të historisë, që dhe njerëzit të njohin më shumë, ai po dilte si një gënjeshtar kot pa shkak. E kuptoj. Kështu që unë e kuptoj Mateon dhe besoj Mateon me të drejtën. Nuk besoj të jetë gënjeshtar. Çunat mund gënjej në për kafe, po nuk gënjej në televizion kombëtar. Pas ke shumë kunja për Brikenën. Asnjë lloj kunje. Thjesht Brikena të krijon vetë situata që të përflitet në këtë lloj mënyre, sepse do që të tregohet si një vajzë në thonjza pseudo e virgjër në një vend si Shqipëria që mentaliteti shqyqyr që ka përparuar, sepse dikur babai vriste vajzën, nëse nuk ishte e virgjër kur ta jepte te krushit. Dhe do që ta ngrysi prap të mentalitet dhe mua më vjen keq për këtë gjën, që duan që ndodhi prap. Ta kthejmë rrap. Nuk ka vajzë në këtë botë, asnjëra nga ne nuk do që të ndahet nga partneri për gjetur një partner tjetër. Thjesht ideja është që nuk jetohet jeta me të shtyr, po me dikë që ti do dhe shikon për shumë gjatë dhe dash Zoti për gjithë jetën. Do të krijosh një familje, do t'i rrisësh fëmijët me të njëjtat me njëjtën kulturë dhe me të njëjtat vlera për jetën. Kështu që çfarë mund të them unë, përveç se që nuk bie dakord me mendsinë e saj. Ne javën e kaluar kishim të ftuar Senun. Okej. Meqense ra fjala, jeni pajtu ju dy? Ua, po sigurisht në momentin që kemi dal nga shtëpia. Prandaj thash, aty janë ca gjëra që momentin që nuk të prekin në moral, nuk thjesht hidhen poshtë dhe vazhdon shoqëria. Ne me Senun kemi bërë një lojë që quhet banori me një fjalë. Domethënë, unë do të them një emrin e banorit. Unë nuk jam shumë e zonja te këto Fast and Furious, si doni juve. Çfarë të ndjen zemra ty në atë moment, perceptimi, ndjesi, çfarë të duash? Çfarë po ja fus kot, ha një herë. Si mendon ta filloj? Hajde. Tani. Angelo. Angelo çuni mirë, po Një fjalë. çuni mirë. Mirë. Okej. Brikena. Koce keq. Bëj shaka. Çka e gjysma e vërtet. Jo. Gjysmë me keqe. Jo, se nuk është goce keqe, sa ajo shumë vajzë e mirë për të qenë e vërtet. Është me vërtet shumë vajzë e mirë, është shumë e dashur. Vetëm se është fake. Fake. Okej. Greta. Shumë e mirë. Ina. Nuk pak kunjaxhie mbase. Kunjaxhie. Huela. Shumë e mirë edhe Juela. Casey. Lojtar, Kristi. strateg. Lorna. Lojtar edhe Lorna. Shikoj, Lorna është një personazhe që më ka surprizuar pas Selinit. Si mendon, kush do dali Te këtë dhe javë shumë me ditë. të Lorna? Mendon që është e rrezikuar në këtë nominim? Jo, nuk mendoj që Lorna është e rrezikuar fare. Kush është i rrezikuar për ty? Po, publiku është shumë kurioz për këtë pjesën Lorna Miri dhe derisa të dalin në pan se çfarë ka ndodhur në të vërtetë mes tyre të dyve, nuk ka shanse që të dali. Në fundit. Ajo përmend pak tani, pak pastaj, por derisa të dalin në pa historia e vërtet, që duket që në sytë e Miri që diçka. Pra ti thua që ajo e ka në plan për ta thënë. Absolutisht, por nuk ka ndërmend ta thotë derisa të ndihet e rrezikuar. Okay. Është shumë lojtare Lorna. Jemi shumë afër për ta dëgjuar këtë deklaratë nga Lorna. Edhe un kam, siç e thash edhe para Nuk e se të besoj, mbledhnim, unë mendoj që ka nominim rezerva jo. Lorna dhe nuk e di nga një anë. O, sa rezerva ka Lorna, dhe aty brenda ndihet tensioni mes së dyve, kështu që diçka ka, po se çfarë do e tregoj vetëm Lorna se Miri nuk ka shanse ta tregoj. Moj Miss New York. Mali, vazhdojmë me lojën tonë. Mali. Shumë i drejt. Mateo. Bën lëvir edhe kë. I drejt më duket edhe Mateo, i drejt, i sinqert. Miri. Skema G. Është, domethënë, Është baba i skemave. baba. Selin. The Queen. The Queen. E ka Seno herën e kaluar këtë. Qa e zuri Seno? Po. Po më fola dhe mirë për Selinën, qa të The Princess. Jo, s'ja ulim. The Princess Është lartë shumë. Urdhëro? Stelina. Shumë e sinqert. Okej. Stenaldo. Shumë i ditur, është shumë i përgatitur për lojën e Big Brother i Senaldo. Është shumë lart. Artani.
Nuk kam një epitet për Artanin. Mondi, ç'të them, nuk e di. Krusita. Po, Krusita sapo hyri nuk është se nuk mund të them diçka konkrete për Krusitën, se sapo ka hyrë dhe nuk është se e kam parë. Nuk të jep asnjë lloj njësie. Fare. Njësi Këngëtare, ç'të them. Artiste. Rogerti. Edhe Rogerti sapo ka hyrë, po prap. Rogerti ka hyrë me shpatë. Kështu që do pozicionohet si ushtar Me avash avash. shpat kartoni. Rogert Shpata. Rogert Shpata. Po. Do E shikon tash nuk jam shumë e mirë te këto lojrat. Se kam shumë të vështirë që t'i gjej nga një. Po të mjefti për shembull 5 minuta ka. Do ja kisha shkruar me letër, po kështu direkt. Armela, qa mendimi ke për motrën e Casey Sarën që ju kishte qef, domethënë të pëlqente ty për të parë së bashku me Casey? Po pse mos më ketë qef? Sa e mirë që jam unë. pa më shikoni një herë thuaj. Armela, ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu me ne dhe bëm një bisedë gocash tamam. Edhe unë nuk knaqa, qesha, qava të gjitha këtu me juve dhe mblesëri me Lorena B tu pajtuan. Thonjza? Shpresoj që ti je kënaqur as sa jemi kënaqur dhe ne, ishte shumë kënaqësi. Po kënaqet apo? Po patjetër. Mos gënjeni. Dhe së bashku neve do ta mbyllim dhe do shihemi përsëri javën tjetër, si gjithmonë çdo të enjte. Okidoki. Përshëndesim. Bye bye.